çdo vepër e jona duhet me qenë sipas udhëzimit të Allahut të madhëruar. Ne sot kemi musliman të cilët në dasmat e tyre çka bëjnë? Ato i martojnë e vladët e tyre dhe e thirrin në hoxhën për ta bërë duan, pra një vepër çka është sipas udhëzimit të Allahut të madhëruar. E pastaj manifestimin e kësaj dasme si e bëjnë ato? Ato e bëjnë duke mbushur tavolinat me alkool. E mirë, pra devijove nga udhëzimi i Allahut të madhëruar. E pra mos prit pastaj bereqet. Mos thuaj se e kam mbyllur birin timun me duan të hoxhës, sepse kjo duaja e hoxhës asgjë nuk i bën nëse ti pastaj në mbrëmje devijon nga udhëzimi i Zotit dhe e mbush dasmën tënde me alkool. Dhe Zoti na ruaj të kërcet pastaj gotat duke thënë se nuk ka hije si mos i kërcasin gotat pak me raki. E të këndon këngëtari i dekur dhe me në dorën e tij shishën e alkoolit duke thënë inshallah e mashallah. Këngëtari përmend emrin e Allahut, mirë po në dorën e tij e ka alkoolin. Pra vetëm për çështje dinari dhe dirhemi, vetëm për çështje materiale, shet shpirtin dhe shet dinin e Allahut të madhëruar. E Zoti i madhëruar na mëson se kështu këto punë nuk shkojnë. Te Allahu kështu nuk kalon o i dashur. Te Zoti i madhëruar kalon kur ti në veprat e tua, në gjitha veprat e tua merr udhëzimin e Allahut të madhëruar. Ne sot kemi ndoshta edhe të tillë të cilët ato agjerojnë me gojet e tyre. Sa kohë prej në syfyr deri në iftar. E mirë vllau im, ky agjerimi dhe ky durimi çka ti e bën, as pak nuk ti mësim ta përmirësosh gjukën tënde, duke agjeruar sham bashkëshorte, duke agjeruar sham prindër, duke agjeruar sham fëmijë, duke agjeruar për gojon e shpirtit dhe kështu me radhë. Pra udhëzimin e Allahut në agjerim, kurse pastaj udhëzimin e shejtanit mallkuar në fjalët e tija.